Hajde të kalojmë tek mikja jon, Valdeta, po na pret, ka dalë diku jashtë në eksterierë kemi sot, edhe do të na tregon se ja ku e ke. Wow! Mirë mëngjesi, Vala! Ndodhet kjo kështu më. Po pse ma prish një reatin kështu? A je ullur të meditosh? Zhurme mire fëmijëve. Po, thash, më kyçet shumë shpejt, donja të meditoja pak kështu. Dhe ato zërat e fëmijëve nga ana tjetër, parku është për plot me fëmijë. Valdeta, na thuaj ku ndodhesh? A do më pyesh se ku jam? Hajde na thuaj. E kam ekrani pak larg edhe nuk të vrej dot, po më thuaj. Pyetëm gjermanisht se a din si ndjem si dikun që jam në ndonjë shtet tjetër. Wo bist du, domethënë. Ich bin in der Schweiz. De parke. Wie geht's, Vala? Ich bin in der Schweiz und es geht mir gut, danke. Und ich bin in eine schöne Platz in Fustopan. Domethënë parku i ri. Te parku i mrekullueshëm. Do të thotë ke shkuar tek ai parku. Ja shikoni se çfarë mrekulluj. Ku e diskutuam dje që është shndruar në një mrekulli të vërtetë. Po, që diskutuam. Ti Valbona. Është një mrekulli, është çfarë të them. Prej në mëngjes që erdha në ora 8:30 erdha këtu, kishte fëmijë për plot. Në çdo cep, çfarë që nuk kam fjalë. Kjo vërtet është një mrekulli që unë kam hasur vetëm në disa lagje jashtë. Për ato thash in der Schweiz, jam në Zvicër, se ato kanë qejf kështu të bëjnë dizajne para banesave ose vembanimeve ku banojnë. Dhe dinti mirëmbajtje si e më mirë. Pas kësaj po me mirëmbajtje. Unë shoh këtu që në mëngjes kanë lëshuar disa fontana të vogla që është për të përshëndetur kjo iniciativë. Domethënë është iniciativë qytetare në bashkëpunim me komunën e Çajirit dhe kryetarin e komunës Zotrizet Mexhitin, ndërsa ajo e cila e bëri idenë e thuri goblenin e para. Është Florina jonë, Florina Ahmeti. Ahmeti që vërtet ka krijuar këtu një magji të tërë, një park që vërtet më habiti prej në ora 8:15 të dalin fëmijët dhe të lozin në mahall, është për t'u përshëndetur. Sikur një rikthim i tërë para 30-40 vjetëve unë kur kam qenë e vogël. Domethënë më ka rikthyer në një jetë, është shndruar në vërtet në një park fëmijësh. Do ta quajë në një park fëmijësh, për allor. Po, sepse ka duke si një përall, se si ishte, se si u transformua. Se si u bë, do me thonë prej një iniciative, prej një ide të Florinës, ky park mori një transformim magjik. Unë kur hyra, vërtet unë ndjeva si në parkun e Hajtit. Nuk e di sa e keni vizituar atë vend, është në një pjesë të Zvicrës. Hajtin e kemi parë në filmat gatimor, Valdeta? Po, unë kam qenë edhe unë kam qenë, unë kam qenë si muzej, shtëpien ku ka jetuar ajo. Do me thënë, ashtu ndjeva se nuk mund t'i marrë të gjitha pamjet, pamje keni në video që mund të regjia derisa bisedojmë t'i shikoni. Ka disa pjesë interesante dhe shpresoj se këto punkte të këtyre parqeve do shëndrohen në tërë komunën e Çajirit, që mos të jetë vetëm një punkt. Kemi edhe disa pjesë tjera të Çajirit të cilët ka nevojë për parqe të tilla e jo për ndërtesa normal. Është për të përshëndetur kjo iniciativë dhe shpresoj se do vazhdojnë kështu, do t'i mirëmbajnë. Mirë po, mesazhi kryesor është të vetëdijsohemi. Ne jemi ata të cilët e krijojmë ambientin. Jo çdo herë këtë park tashmë. Ta ruajmë, jo çdo herë të themi hey dikush tjetër i ka fat. Jo, do me thënë, hapi parë është ne, më pas të bëjmë kërkesa, të drejtohemi me çfarë probleme ballafaqohemi. Për shembull, pasi që kjo iniciativë është në bashkëpunim të vetë qytetarëve të kësaj mahalle. Iniciativë qytetare, po.
Dhe pastaj qytetare. duke kërkuar donacione dhe mbështetje. Ashtu. Më dëgjoj të lutem. Është iniciativë qytetare që u nis si iniciativë qytetare dhe pastaj duke kërkuar donacione dhe pastaj arriti edhe deri tek mbështetja tek komunës, të cilët dole në krah. Dhe kështu që për momentin po bëhet edhe mirëmbajtja, kanë punësuar një zonjë të nderuar atje, e cila po I angazhon sillet edhe fëmijët që të kenë kujdes. Dhe kur kjo krijohet në një rutinë, imagjino se ata do të mundohen që ta mbrojnë me fanatizëm. Pastaj nëse dikush I tret do të vjen edhe do Jo, e mbronin ato më pan se I kaluar këto shirita dhe më thanë aty nuk është e lejuar dhe më pëlqeu ajo nga ana fëmijëve. Tash kam leje, do me thënë mund të hyj këtu pasi që është qendra dhe më mirë mund ta promovojmë, do me thënë, ta tregojmë këtë park, të gjithë fëmijët e mahallës mund të kenë akses të Fushtopanës edhe prej rrugëve tjera që janë këtu, se vërtet në çdo cep ka lodra. Unë dëgjova se do të sjellin ende lodra. Dhe nesër është ejte në ora 19 me të gjithë muzicientët e vegjël, pasi që ka mbaruar edhe viti shkollor, do mbaj një koncert në ora 19 këtu, do me thënë, në këtë park të bukur. Këtë organizim që e kam bërë. Sepse në mbrëmje duket jashtëzakonisht bukur, në mbrëmje duket shumë bukur. Po, ka disa video atje. Edhe duket si një vend korallor. Dikur ishte parku, jo më larg se një muaj, ishte një park ku lëviznin të rinjt me motocikleta, ku pinin cigare, ku abuzonin jashtëzakonisht shumë, dhe sot u shndrua brenda një muaji, u shndrua në një mrekulli, në një park korallor do ta quaja. Unë pata fat Alice Wonderland. Sepse parku unë për atë thash hajdi, po. Më duk diçka e mrekullueshme në mbrëmje, familjar, pa Po, e pe. Të cilët ishin me fëmijët. Dhe më duk një transformim komplet I çuditshëm që ndodhi brenda një muaji. Dhe a di që po është një transformim, do me thënë për një iniciative, një personi, një rrethi I qytetarëve, çfarë mund të bëhet. Do me thënë, ne vetë mund të bëjmë këto. Sigurisht. Të organizohemi. Sepse Valdeta? Të vetëdijsohemi paksa. Pasi unë shoh se asnjë fëmijë momentalisht nuk ka celular në dorë. Sepse merren me aktivitete të shumta që I kanë aty, po luajnë shah, po luajnë domino. Kanë basket, u kanë zgjedhur disa luhace, basket, futboll, disa vajza janë të ulura bisedojnë në disa karike të zbukuruara, që më pëlqen tepër dhe shpresoj se edhe në pjesë tjera të Çajirit, jo vetëm në Fushtopan, po ka edhe kemi ande ajo fusha e madhe që është ndoshta iniciativa qytetare ose ne që jemi këtu vërtet të ngrejmë një aksion të tillë siç e kanë bërë këto banor këtu të kësaj lagje. Dhe mund ta përshëndes edhe Florinën që ishte iniciativa e Florinës dhe ka punuar, më thot 24/7, I lumt për një muaj, çfarë transformimi ka bërë. Normal me bashkëpunimin e donatorëve, e të gjithë qytetarëve, gruaja që sillet këtu më tha, këto spërkacët që janë poruj të mbyll pak, e shoh se I kontrollon fëmijët. Është qytetërisht është një zonjë shenjë shumë pozitive. Një zonjë nderuar aty të cilën të gjithë fëmijët, domethënë jam mbi 100 e ca fëmijë, që të gjithë fëmijëve u din emrin dhe kujdesin për të gjithë. Zërat, ka zërat të fëmijëve luajnë. Më dëgjoj. Edhe një fëmijë, nëse bën ndonjë belatë, ta quajmë, I ka numrat të gjithë prindërve, domethënë çdo fëmijë, pa marrë parasysh çfarë moshe ka, I njeh dhe është një kritike shumë e mirë. Unë do doja ta përshëndesja, është zonja Mira, që është atje, që kujdeset për të gjithë. Po zonja Mira e takova tash. Fantastike. E përshëndesim fort zonjën Mira. Unë nuk e di a e ke aty afër zonjën Mira. Edhe dritro një risi tjetër, do të ketë edhe plazma, do me thonë sinema të vogla, që më pëlqeu javën tjetër do vinë. Si me do plazma kështu që gjatë verës
Plazma televizione. Projekcione. Do me thënë që fëmijët e vegjël projekcione me gjithë plazma, po, që do shohin filma të animuar, edhe për të rinj do ketë DJ, kështu që kjo verë do jetë e mirë me sa duket. Një kinema verore, mini kinema verore, ku të rinj kinema që nuk do të shkojnë në përpushime, do të kenë mundësi në një park të bëjmë pushime. Shumë mirë, Valdeta, unë do doja të thoja, ndryshimi gjithmonë fillon nga vetja. Andaj, për temën e ditës. Ashtu pra. Do doja të flasim edhe për temën e ditës. Po, Vale, temën e kemi caktuar, sepse deshëm që pak sot kështu ta ndezim një fitil, të nxisim familjet. Vale, tema e ditës është kush e ndez më shpejt fitilin në familjen tuaj? Unë jam Sugarica. Unë e kush e bëj fitil, ama më mbanë shumë kthej shpejt. Unë për një moment mund të eksplodoj dhe më pas unë jam. Mirë, po kam filluar tani me kohë, me mosh. Prit pak, Valdeta, më dëgjo. E fiki në mënyrë paqe. Jo, më dëgjo. Jo, do me thënë konfliktuoze. Më dëgjo. E ndes fitilin si halë, apo si teze? Dhe ku je më tolerante, bëju e sinqerë. Si teze se si halë, i kam në Amerikë, nuk mund të ndes. I kam larkësia, se për ndryshim do ishte nipin edhe dimbesat, i kam në Amerikë. I kam në Amerikë, nuk mund, zemra ime nuk mund. Nuse e vllaut ka shpëtu. Jo, se të mire, kam nusën t'i brane, kam. Ka shpëtuar nuse e vllaut, në këtë rast ka shpëtuar nga debatet e hallave zakonisht. Sepse hallat gjithmonë janë më të mira se tezet thonë. A tezet thonë gjithmonë jemi më të mira se hallat. Pse ashtu, a di pse? Ama e di pse? Tezja është si nëna e dytë, çdo herë. Tezja është nëna e dytë. Do me thënë, unë çdo herë ule me mbesën time, unë kam do me thënë një mbesë dhe 2 nipa, si tezet që jam, jo 3 nipa, edhe nuk mund t'i ndaj, i duhet të gjithë shkolla u shkon super, do me thënë kanë filluar në master, janë pak tani në mosh, mirë po fitili im çdo herë ka qenë, çdo herë kam thënë, bënu më të hapur, më komunikativ, më vetvetja, do me thënë, edhe do njerë, mësoni të thoni jo, se kjo tezja juaj, çdo herë thot po, edhe ja ku jam. Gjithsesi, Valdeta, faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për këto batutat humoristike. Po, do vazhdoj të meditoj. Po, do vazhdojsh të meditosh, sepse... Do meditoj, se më duket vetja si në Zvicër jam. Po ikën, urojmë që i gjithë nën qiellion të shndrohet me ndjesin si në Zvicër. Kështu. Uroj. Të përshëndesim si në Zvicër, do me thonë edhe fush të pana të bëhet Zvicër. Përshëndetje. Pse jo? Ju dua. Shifemi ditën bashkë. Vala, faleminderit shumë. Unë tani, më shifni, unë tani do meditoj këtu. Pa që meditoj të këndshëm. Edhe fillohem me kështu. Love you. Bravo, jeni fantastik. Vala, faleminderit shumë edhe një. Dëgjohemi ditët në vijim. Faleminderit. Shifemi në televizion. Po, gëzuar.